Ish-kryeministri i Gjeorgjisë, Irakli Garibashvili, është dënuar me 5 vjet burg dhe një gjob prej afërsisht $370.000 pasi u deklarua fajtor për akuzat për pastrim parash në shkallë të gjerë. Kjo është hera e parë kur një figurë e lartë nga partia në pushtet, ëndra gjeorgjiane burgoset, duke treguar një përshkallëzim dramatik në fushatën e autoriteteve kundër korrupsionit, që ka përkuar gjithashtu me një goditje të gjerë ndaj kundërshtarëve politik. Garibashvili shërbeu 2 herë si kryeministër, nga viti 2013 deri në vitin 2015 dhe përsëri nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe ishte një nga aleatët më të ngushtë të Bidzina Ivanishvili, themeluesit miliarder të partisë në pushtet, ëndra gjeorgjiane, dhe i konsideruar gjerësisht si sundimtari më de facto i Gjeorgjisë. Pasi dha dorëheqjen si kryeministër në fillim të vitit 2024, Garibashvili u bë kryetari i partisë në pushtet, përpara se të largohej plotësisht nga politika në prill të vitit 2025. Ai u akuzua zyrtarisht për pastrim parash në tetor 2025, sipas nenit 194 të Kodit Penal të Gjeorgjisë, i cili ka të bëjë me legalizimin e të ardhurave të palishme në sasi veçanërisht të mëdha. Në ato kohë, Shërbimi i Sigurisë Shtetërore i Gjeorgjisë tha se Garibashvili kishte pranuar se kishte marrë të ardhurat të palishme gjatë disa viteve. Prokurorët e akuzuan gjithashtu atë për paraqitjen e deklaratave të rreme të pasurisë, maskuar origjinën e fondeve. Përveç dënimit me burg më 12 janar, gjykata urdhëroi konfiskimin e $6.5 milion dhe senteve me vlerë të sekuestruara. Gjatë kontrolleve policore në banesën e Garibashvilit në tetor, hetuesit thanë se asetet u siguruan përmes aktivitetit kriminal. Hetimi ndaj ish-kryeministrit u zhvillua në mes të një fushate më të gjerë që synonte ish zyrtar dhe figura biznesit të lidhura me partinë. Në dhjetor 2025, autoritetet arrestuan një tjetër figurë të lartë, ish shefin e Shërbimit të Sigurisë Shtetërore, Grigol Liluashvili, me akuza për rishfet. Liluashvili, i cili shërbeu deri në prill 2025, përballet me një dënim të mundshëm prej 11 deri në 15 vjet burg. Partia e Arti ka përshkruar rastet si pjesë të një fushate të vërtet kundër korrupsionit, duke këmbgulur se askush nuk është mbi ligjin. Megjithatë, kritikët argumentojnë se ndjekjet penale nxjerrin në pa luftrat e brendshme për pushtet brenda partisë dhe përbëjnë drejtësi selektive në vend të reformës sistemike. Këto zhvillime kanë ndodhur së bashku me një goditje më të gjerë ndaj opozitës. Ëndra gjeorgjiane ka burgosur shumicën e figurave kryesore të opozitës në vend, ka arrestuar protestues antiqeveritar dhe ka nisur përpjekje ligjore për ndaluar partitë më të mëdha opozitare të vendit.